pasaktësi të tjera. Dakor? Kërkuesi ju ka referuar me dokumenta, me prova, praktikisht një fakt penal, falsifikim dokumentash, fshehje në formular etj me radhë. Përse pastaj me se verifikime të tjera shikoni ju se ç'interes shikni ajo është punë tjetër. Nëse gjeni tjetër gjë, mirë, nëse s'gjeni është punë tjetër. Në rastin konkret, kur e keni vërtetuar që ka një dënim i cili na vjen si dokument autentik nga gjykata, dhe kjo thotë nuk jam e dënuar, këtë të paktën pse nuk ja çon, pse duhet të presim dhe ndoshta ka të tjera apo pse nuk çoni këtë, është mos e mjaftueshme që të mblidhet një organ disiplinor dhe të vendosi, është kjo e denjë apo s'është kjo e denjë për të vazhduar këtë detyrë. Pse duhet të presim verifikimin deri në fund të gjës? Po mundohem ty pak në procedurë se që ta bëjmë më të qartë. Tash kërkesa për verifikim thelluar vjen nga institucioni përgjegjës. Në rastin konkret institucioni përgjegjës është KLG dhe ajo ka bërë kërkesë tek ne për verifikim thelluar. Dhe unë po ju them që verifikimi i thelluar presupozon verifikimin e gjithë deklarimeve të bëra në formular. Ai vendim gjyqësor lidhet vetëm një pyetje të bëra në kreun 3 të formularit. Po unë duhet mbyll gjithë verifikimet e formularit që të them që e bëra verifikimin e thelluar dhe t'i kthej përgjigje institucionit kërkues për këtë proces. Po, ju lutem. Po, zoti Strazimiri? Jo. Tashi, përderisa keni rënë, mbaron, domethënë marrëdhënia që ju keni me KLG-n është një gjë. Përderisa keni rënë në dorë të një prove, ka një falsifikim dokumenti. Njeriu është i dënuar, është falsifikator përsëritës. Ka falsifikuar deklaratën, dakord? Ka falsifikuar edhe formularin, ka falsifikuar dhe vizën. Domethënë ky është me 3 herë quhesh. E ky është fakt penal. Është kjo një arsye që të paktën për këtë, përveç vendimit administrativ, rrugës administrative që ndiqnin marrëdhëniet, shoh 68 fraksione ka, 65 fraksione ka korrespondenca me numër protokolli 183. Dhe e kuptoj që mund të ketë komplikimet e veta. Jeni në dorë të një fakti penal. Përse nuk veproni siç është vepruar, po themi me antarin e KPA-s Luan Daci. Më 8 muajve i thonin nuk ke qenë pasinqert me formularin. Nuk ke shkruar që i shkarkuar 97-ën, nuk është vepër penale që është shkarkuar 97-ën. Të kesh falsifikuar vizë, pasaport. Dhe pastaj tek formulari i deklarimit është vepër penale. Luan Daci sot është i dënuar nga prokuroria. Pak rëndësi ka e juaj apo atyre të tjerëve. Nga prokuroria. Është zbatuar kodi penal me të, pse nuk zbatohet në rastin konkret? Zonjës. Ky është interesi im. Prit, lutem që. Për ta mbyllur si debat se kjo është pjesë procedurale. Gjithë aktet e procesit verifikimit thelluar i ka administruar edhe SPAK-u në interes të asaj që ju po pretendoni. Për ta mbyllur, 2 pyetje. Domethënë, edhe në qoftë se do të hapë një proces penal, zonja është subjekt i SPAK-ut, nuk është i prokurorisë jurisdiksionit përgjithshëm? Sigurisht. Po patjetër që është subjekt i SPAK-ut dhe Prokuroria e Përgjithshme nuk ushtron ndjekje penale që të mos bëjë interpretime ka element, s'ka element, vepre kështu. Kuriozitet më shumë. Ju thoni në shkresën që keni dërguar Partisë Demokratike se vazhdoni të prisnin në mënyrë të përsëritur përgjigjen e një shkrese numër 183 faksion 58 që ja çoni vazhdimisht Ministrisë Drejtësisë dhe nuk merrni përgjigje. Për çfarë bëhet fjalë? Shiko, tash nëse duhet jam një informacion, unë se kam problem për të një informacion, se ja kam dhënë palëve informacionin. Unë i drejtohem Ministrisë Drejtësisë për çdo kërkesë me letër porësi marrim informacionin nëpërmjet autoritetit gjyqësor të vendeve të tjera. Dhe Ministrisë Drejtësisë jam drejtuar në disa raste në funksion të këtij procesi verifikimi për të marrë ato që me intereson në funksion të verifikimit të thënieve në formularëve deklarimit. Përgjigjet e marrë nga Ministria e Drejtësisë nga autoritetet e tjera gjyqësore nuk kanë qenë sakta dhe jam detyruar të përsëris kërkesat e mia për të ekzekutuar një letër porosi tjetër. Në atë kuadër jemi.
duke qenë se praktika me të shoh ka qenë e komplikuar, siç thatë ju, korrespondencë vazhdueshme me Ministrinë e Drejtësisë. Ju keni një shkresë 183 në korrik më duket 2025-s, 183 fraksion 49 në mos gaboj, ku Ministria e Drejtësisë ju ka sjell autenticitetin e vendimit dënimit gjyqtarës. Çfarë tjetër interesi ka shkresa me numër fraksion 56, 5 shkresa më mbrapa në rend numerik, që ju thoni në mënyrë të përsërisur i kërkojnë përgjigje dhe s'na kthejnë përgjigje. Fillimisht nëpërmjet Ministrisë të Drejtësisë unë kam marrë një përgjigje nga autoritet gjyqësore që për subjektin fjalë nuk ka pasur informacion nga policia, nuk ka pasur ndjekje penale dhe nuk ka pasur dënim nuk figuron e dënuar në zyrën e gjendjes gjyqësore. Pas bërjes publike të atij vendimi, jam detyruar që të bëj kërkesë prapë në atë autoritet gjyqësor për të verifikuar vendimin. Përmes Ministrisë së Drejtësisë. Ka ardhur përgjigja për vendimin, por formulari i deklarimit ka kërkesa tjera që lidhen me ndjekjen penale, sidomos me masat e sigurisë ose me të cilat unë nuk i kam marrë akoma. Pasi përgjigja e parë, siç ju thash, është që ndaj kësaj shtetase nuk ka pas ndjekje penale. Dhe jam i detyruar të marrë një përgjigje të plotë edhe për sa i takon ndjekjes penale. Ju lutem, masave të sigurisë. Edhe falë se po zoti Strazimiri, falë se po ndërhyj. Shoh që edhe zoti Gjoni ka ngritur dorë, është shteru zoti Strazimiri te pyetjet e veta, të lutem. Ai e ka marrë këtë testë për të bërë pyetje dhe më lejoni ta mbaroj zoti Strazimiri këtë. Në qoftë se kam kuptuar mirë, sikur i gjithë procesit kishte mbyllur me shkresën 183 fraksion 65. Gjithsesi, detyra juaj do të ishte këtë informacion, ja kaloni të spakut sepse ai është ka jurisdiksionin për të marrë me individin. Ju gjithsesi nuk do të kishit të drejtë për ta ngarkuar me përgjegjësi penale për ta çuar në gjyq ju vetë si prokuroria e jurisdiksionit përgjithshëm. Apo jo? Kam drejt? Nuk mund të dalë në një vendim se do jem kontradiktor në ato që do them, se unë do dalë me një vendim përfundimtar për verifikimin e thelluar. Prokuroria e përgjithshme nuk ushtron ndjekje penale. Nuk mund të ushtroj prokuroria e përgjithshme ndjekje penale. Sigurisht që nuk po ju them ju personalisht. Kur them ju si institucion. Unë jam i bindur që në zyrat e prokurorisë përgjithshme, nëse gjehet diçka, sigurisht ju e kanalizoni tek prokurori në terren tek prokurori që duhet merret, apo jo? Ju nuk e lini kështu, meqense ju nuk merrni njërin përgjegjësi penale ju personalisht apo prokurori i përgjithshëm, dakor? Unë besoj që ju e kanalizoni diku poshtë tek dikush që çështja të shkojë në rastin në analizë finale. Mbasi ju keni mbaruar gjithë të verifikim, ju ka kënaqur verifikimi dhe çfarë ndodh? Ju shpallni mos kompetencën? Kjo është pyetja. Dalim me një vendim për përfundimin e verifikimit të thelluar dhe atë vendim ja përcjellim institucionit përgjegjes që është KLG-ja. Këtë bëjmë. Kopjen e vendimit ja përcjellim institucionit përgjegjes. Po, faleminderit zoti Strazimiri. Zoti Bylykbashi ka kërkuar një sqarim. Po edhe unë se kam tezë zoti, vetëm një minutë, nëse ka mundësi.